Falenderojmë Ivën dhe Shef Albanin që na sollën një recetë të shëndetshme, e meqense jemi pikërisht këtu tek pjesa e shëndetit, do të vazhdojmë me një hapësirë po ashtu dedikuar pjesës e ushqimeve që mund të na bëjnë dëm. Alergjive konkretisht. E për të folur më gjëre më gjatë për këtë temë, kemi të ftuar sot në EATN dietologen klinike Anila Kalleshi. Anila, mirë se erdhe dashur. Përshëndetje me Sërgjeta. Si jeti? Të gjithë të shëruar tash. Ke marrë disa këshilla nga ty, por edhe nga personazhet e tjerë të ftuar në EATN, dhe unë tani më u shërova, kështu që me këtë rast i rikujtojmë të gjithë dëgjuesve dhe ndjekësve të EATN që funksionojnë të gjitha sugjerimet që ne japim këtu në emisionin tonë. Të ftoj të shkojmë te këndi për të folur për temën shumë të rëndësishme të alergjive ushqimore dhe intolerancës, po ashtu, sepse janë dy terma që edhe ngatrohen her pas here. E pikërisht me këtë e nisim atëherë, me pjesën e ngatresës së këtyre dy terminologjive. Atëherë, alergjitë ushqimore dhe intolerancët ushqimore kanë të përbashkët termin ushqim. Pra është një reagim ndaj ushqimit. Por në rastin e alergjive ushqimore, ne kemi një reagim të sistemit ton imunitar, imunoglobulinat, antikorpet, fillojnë edhe vijnë në pa me njëherë, sapo ne marrim një ushqim i cili nuk është ndoshta i përshtatshëm për organizmin ton, dhe duke krijuar kështu alergjinë ushqimore. Për njëherë ne kemi një shenjë të menjëhershme, ndërsa tek intolerancët ushqimore shenjat janë pak më vonë të dukshme, le themi. Mund të jenë pas 24 deri në 48 orëve dhe kemi përsëri një reagim të le themi nga ushqimi, por të sistemit ton tretës. Deficienca enzimash, tretëse, probleme me zorët, me mikrobioton ton, të gjitha këto krijojnë intolerancët ushqimore. Shumë shpesh në fakt ka mjaft dyshime në rrjetet sociale nëse ekzistojnë intolerancët ushqimore apo jo. Unë ka disa vite në fakt që kam bërë një libër për intolerancët ushqimore dhe alergjitë ushqimore, por gjithashtu edhe masteri që unë kam mbaruar në Rom ka qenë lidhur me intolerancët ushqimore dhe alergjitë ushqimore dhe duke e përmbyllur me Harvard Medical School, i cili flet për intolerancët ushqimore, për ndjetshmëritë ushqimore dhe për alergjitë ushqimore. Kështu që nëse ka një person të cilin mund ta pyesni rreth kësaj teme, e të largoni çdo dyshim, është pikërisht Anila. Do përpiqemi sot të marrim çdo informacion të mundshëm, e të shfrytëzojmë këto minuta së bashku, sepse është me të vërtetë e rëndësishme për të gjithë prej nesh. Edhe nëse nuk jemi ndjerë në mënyrë direkte që mund të kemi pasur një problem të tillë, kam përshtypjen që të gjithë ne e kemi. Absolutisht po. Kemi një listë ushqimesh që nuk na bëjnë shumë mirë. Edhe që her pas here fryret e stomakut ose ndjesitë jo të mira mund të kenë ardhur pikërisht nga kjo. Duhet të shtoj edhe diçka. Në vitet, le themi, alergjitë ushqimore si alergji janë pikasur rreth fillimit të shekullit të 20. Por intolerancët ushqimore, le të themi, duke u bërë disa analiza, është parë në rreth viteve 1950-1960 intoleranca ndaj laktozës, ndaj bylmetrave, ndaj qumshtit, sheqerit që ndodhet tek qumshti dhe tek në produktet e tij. Por më vonë u zhvillua më tej dhe themi padyshim që në vitet 2000 tashmë intoleranca ushqimore është e njohur botërisht, natyrisht ka teste të IgG-ve të cilët e përcaktojnë eksaktësisht cili është ndjeshmëria ndaj glutenit, ndoshta tek drithrat, ndaj laktozës, ndaj fruktozës tek frutat. Pra, ekziston tashmë shkenca është zhvilluar më tepër dhe natyrisht të gjitha shqetësimet dhe problematikat që ndodhin në organizëm nga konsumimi i një produkti apo një, le themi, një mori e produkte ekziston. Në Shqipëri mendon që ekzistojnë mënyrat për t'i dalluar laboratorët mjaftueshëm të mirë për të dalluar secilën prej tyre qoftë intolerancën, qoftë alergjitë? Padyshim që ekzistojnë. Mund të kenë besim që të drejtohen në... Padyshim që ekzistojnë laboratorë shumë të mirë në Shqipëri, të cilat tregojnë qoftë nëpër testeve me gjak, me pshtym, me fije floku, në ADN. Të gjitha këto tregojnë më së miri intolerancën ushqimore që një person ose alergjitë ushqimore, gjithmonë duhet të kemi le themi, një dallim thelbësor ndërmjet intolerancës ushqimore dhe alergjisë ushqimore. Pra nëse në intolerancën ushqimore kemi reagimin e sistemit ton tretës dhe të zorëve tona, mikrobiota e zorëve tona ndoshta nuk funksionon mirë, por gjithashtu dhe enzimat mund të jenë në deficiencë. Tek alergjitë ushqimore kemi imunoglobulinat IgE, të cilat na e tregojnë në moment cili mund të jetë ushqimi i cili është alergjik. Për ta bërë pak më të thjeshtë për ata që na ndjekin, si mund ta dalloj dikush që
ka probleme me intolerancën 1 dhe me alergjin 2. Shenja dalluese. Atëherë, në momentin që konsumon një gotë qumësht, kemi për njëherë një fryrje të menjëhershme, një fryrje të pjesës së sipërme të buzëve ose dhe të buzëve komplet. Mund të kemi disa skuqe të dukshme në fytyrë ose ëndje të syve, mund të kemi skuqe kruajtje të duarve, të këmbëve në formë pulle të madhe, si piskimi mushkonjës. Të gjitha këto janë alergji ushqimore. Nëse e kemi nga ushqimi, sepse mund të jetë edhe një alergji tjetër që mund të jetë nga poleni, nga macja, nga qimet e macës, qimet e qenit, plurat e ndryshëm, pra mund të jetë, ne duhet ta kuptojmë, nëse ne konsumuam një ushqim, jemi përpara një pjate, sa po konsumuam, na doli diçka e menjëhershme, kjo është një alergji ushqimore. Dhe menjëherë, natyrisht, duhet jemi të kujdesshëm që këtë ushqim mos ta përdorim fare, sepse nëse intoleranca ushqimore, le të themi, nuk ka rrezik jete, tek alergjitë ushqimore mund të çojnë deri në shok anafilitik. Madje në Amerikë, shumë fëmijë ose shumë shkolla nuk lejojnë që fëmijët të marrin me vete kikirik, sepse kikirikët janë një ndër elementet më të rrezikshëm, le të themi, për alergjitë ushqimore. Dhe nëse nuk i bën njërit, i bën një mund të japi deri në shok anafilitik, ka pasur dhe vdekje nga alergjitë ushqimore. Ndërsa kur flasim, sepse sistemi imunitar bëhet shumë agresiv, antikorpet fillojnë të forcohen, ndihet pjesë alergjisë apo është tek intolerancë? Ndërsa tek intolerancët ushqimore kemi sistemin ton tretës. Dhe mund të kemi të njëjtat shenja ndoshta edhe me alergjitë ushqimore, pra mund të kemi këto skuqjet, kruajtjet. Unë madje kam pasur një paciente e cila më erdhi me vigon në dorë, kishte bënte shumë shpesh bënte kortizon për të përndaluar ndoshta dhe mendonte se gjithmonë kishte alergji ushqimore, por në fakt nuk ishte alergji ushqimore, ishte intolerancë ushqimore. Dhe sot Eva, që dua ta përshëndes sepse më ndjek gjithmonë kur flas për të, është një ndër personazhet e cila ka pasur një reagim të jashtëzakonshëm, le të themi, duke shmangur ushqime të cilat i kishte intolerante për organizmin dhe duke krijuar një regjim ushqimor të shëndetshëm, por duke bërë eliminimin e këtyre produkteve të cilat i kishin shkaktuar intolerancën ushqimore, ajo sot gëzon shëndet të plot, nuk ka më urtikarje autoimune. Do flasim pak më konkretisht, me qënë se ne këtu kemi në tavolinën tonë tipologji të ndryshme ushqimesh, cilat për e tyre janë më të shpeshta si në formën alergjisë ose të intolerancës, tek pjesa më e madhe e njerëzve. Kjo varet nga persona të ndryshëm, thash mund të jetë një deficiencë enzime, mund të jetë një mikrobiot e zorëve jo e shëndetshme, pra janë rritur më shumë bakteret e këqija sesa bakteret e mira, por mund të jenë edhe sëmundje dhe patologji të cilat lidhen shumë me intolerancën ushqimore. Pothuajse të gjitha sëmundjet kardiake, duke filluar tek insuficienca kardiake, duke filluar te hipertensioni, te kolesteroli, i keq apo i mirë, tek problemet me aknet, të gjitha problemet dermatite, aknet, pruritet e ndryshme, le të themi ndoshta psoriaza, problemet të tjera të cilat lidhen me lupusi, mund themi që amenorea, dismenorea, përshdukeja e ciklit, çështjet hormonale, hipotiroidizmi, hypertiroidizmi, por gjithashtu dhe tiroidi Hashimoto, dhimbja kokës, migrena, të gjitha janë të lidhura me një intolerancë ushqimore. Pra, organizmi ose mund të ketë një deficiencë të një enzime, ose zorët e tyre janë të shkatruara totalisht, pra nuk kanë një mikrobiot të shëndetshme dhe kanë më shumë baktere të këqija. Helicobacter është një tjetër patologji, le të themi, e cila shoqërohet me intolerancën ushqimore. Të gjitha këto kanë një fidesë. Dhe fidesa është në zorët tona. Jo më kot ne themi her pas here që 70 deri në 75% të sëmundjeve, gjenezën e tyre apo fillimin e tyre e kanë në zorët tona. Mirëmbajtja e zorëve tona është shumë e rëndësishme për të mos krijuar këto problematika që ndodhin në intolerancën ushqimore. Dhe siç shikoni këtu, unë kam grupuar pothuajse të gjitha drithrat, dhe gluteni është një proteinë e cila gjendet tek drithrat, e cila shumë shpesh mund të krijojë intolerancë ushqimore, ashtu siç mund të krijojë edhe alergji ushqimore. Ne tashmë dikur nuk është se njiheshe shumë, por sot, po të shkosh në spitalet e Italisë, pavionet të tëra janë të shtruar me çeliak, person të cilët kanë problematika me tretjen e glutenit. Dhe çeliakia është një sëmundje, kalon në një sëmundje autoimune, e cila prek njësër organesh dhe shkatron, siç është diabeti, që shkatron njësër organesh me kalimin e kohës, nëse ti nuk je i kujdesshëm për ta menaxhuar dhe për ta rregulluar nëpërmjet ushqyerjes korrekte dhe stilit jetesës. Gjithashtu edhe personat të cilët vuajnë nga çeliakia janë persona të cilët
nëse nuk janë të kujdesshëm dhe edhe pse ndjejnë veten që janë intolerant ndaj glutenit, vazhdojnë ta konsumojnë në produkte të ndryshme glutenin, mund të shkaktojnë probleme autoimune duke shkatëruar, le themi, të gjithë procesin endokrin në organizëm. Flasim konkretisht për secilin prej këtyre ushqimeve, cilët janë shkaktarët më të mëdhenj ose që janë më të përhapur në alergjit ushqimore dhe në intoleranca. Unë për shumë kam dëgjuar për bulmetin, po, bulmeti është edhe bulmeti është një tjetër element. Pjesa më e madhe e personave janë deficient ndaj enzimës së laktazës, që ndodhet e laktoza, dhe për këtë pjesa më e madhe e tyre që janë intolerant ndaj laktozës ose edhe alergjik ndaj laktozës. Pra ka persona të cilët sapo konsumojnë gjalpin, kosin, të gjitha në produktet e qumshtit, mund të krijojnë alergji ushqimore ndaj laktozës, por mund të jetë edhe një enzim e cila është në deficiencë tek produktet, tek zorët tona, dhe kjo mund të krijojë probleme. Është kazeina, ajo që mund të mungojë tek personat e ndryshëm. Dhe në fakt, kur bëhet fjalë për bulmetin, si më problematiku mund të përmendim qumshtin, gjalpin, po përsa edhe djathin, ndërsa kosin edhe për shembull gjizën, sikur e mbajnë pak më jo aq problematike. Sikur e sugjerojnë pak më shumë. Atëherë, nëse je intolerant ndaj laktozës, duhet të heqësh të gjitha këto produkte që përmbajnë laktozën dhe mund të marrësh free laktozë. Mund të marrësh free laktozë. Pra mund të kesh zëvendësues të tyre nëpërmjet, le themi, qumshtit bimor, mund të jetë i bajames, i kokosit, por nuk ka të njëjtat proteina. Nuk ka, por nëse ti nuk e ke atë enzim që ta tret, atëherë ti do kesh fryrë të zorëve, do kesh kërcitje, do kesh meteorizma, do kesh akne, prurite, skuqe, gjëra që e dëmtojnë organizmin tënd. Dhe nëse trupi yt është projektuar për një periudhë kohe që të jetë, le të themi, intolerant ndaj një produkti, atëherë ne duhet ta shmangim këtë produkt për 3 deri në 6 muaj, dhe në momentin që ne e shmangim, është si puna e bebeve të vogla. Keni dëgjuar shumë shpesh pediatri kur thotë që ti fëmijës duhet të fillosh ta ushqesh me lugë të vogël. Në momentin që ti i prezanton një ushqim fëmijës së vogël, duhet ja fillosh shumë pak për të parë nëse ka ndonjë reagim. Nëse fëmia ka një fryrë të zorëve, nuk del jashtë, fillon qan, mërzitet, është i acaruar. Të gjitha këto mund të jenë intolerancë ushqimore nga një produkt që i është dhënë. Produktet e tjera, brumi, fruktoza, edhe fruktoza mund të jetë një tjetër element i cili shkakton, le të themi, fryrë të zorëve ose probleme të tilla, dhe edhe kjo mund të jetë një kategori e cila mund të shmanget. Veza është një ushqim, le të themi, alergjik, por mund të jetë edhe intolerant. Frutat e detit janë një tjetër element, zakonisht preferohen të konsumohen crudo, por ne dim që infektimi me salmonel ose me helicobacter mund të jetë shumë më i dukshëm, le të themi, mund të jetë më i dukshëm tek produktet të cilat janë të pagatuara mirë, produktet e detit kryesisht. Ndaj edhe aty duhet jemi të kujdesshëm që nëse ne kemi një intolerancë ose alergji, ne duhet t'i shmangim në mënyrë kategorike këto produkte. Sheqernat artificial. Edhe sheqernat artificial janë një element shumë i rrezikshëm, le të themi, për intolerancët ushqimore. Ne e dim që sheqeri është vrasës i mirëfillt, le të themi, edhe pse ne e duam shumë problematika në organizëm, kur kemi çrregullime hormonale, kur kemi probleme me lëkurën, kur kemi probleme me një kancer, natyrisht i japim karburant qelizave kancerogjene për të rritur, për të zhvilluar dhe për të krijuar hapësirën e tyre. Pra të gjitha këto, sheqeri është vrasës i bardhë, i ëmbël, le të themi. Kështu që të gjithë sheqernat artificial kanë në përbërjen e tyre elemente të cilat janë toksike për zorët tona. Kështu që le të themi që është një produkt i cili mund të jetë shumë dukshëm apo shumë shpesh një element intolerant. Kam dëgjuar për persona të cilët mund të kenë konsumuar vazhdimisht një ushqim dhe nga që e kanë pëlqyer e kanë konsumuar ndoshta pak më shumë ose kanë përfshirë në përditshmërinë e tyre, ka ardhur një moment që mund të kenë ndjerë qoftë një alergji, qoftë edhe një intolerancë. Ndodh shpesh kjo? Duhet kemi kujdes që kur pëlqejmë një ushqim të caktuar, mos ta teprojmë me konsumimin e tepërt. Unë kam shumë vite që merrem me intolerancët ushqimore dhe përpara pak kohësh kisha një vajzë e cila bënte shumë aktivitet fizik. Zgjoheshte në mëngjes, bënte vrapur atë 2 orë, më pas shkonte në biznesin e saj, ku gjën e parë që bënte, konsumonte një lëng, ananasi dhe kivi. Natyrisht në momentin e prezantimit kur më tha që
unë bëj këtë gjë në mëngjes, i thash shumë mirë, konsumonte dhe një mëngjes shumë të shëndetshëm, me vezën, me avokaton, me një fet bukë integrale, dhe natyrisht isha shumë pro, pas një vrapi 2 orë, isha shumë pro konsumimit të këtij mëngjesit të shëndetshëm, le të themi. Më pas bënte 3 orë palestër në një ndër palestrat më të mira në Tiranë dhe me shumë emër dhe përsëri pesha e saj kishte qëndruar 72 kg në një gjatësi 1,67. Pra një gjatësi sa unë paka shumë dhe 72 kg. Do me thënë, bënte 5 orë në ditë palestër. Ushqeshe ekstremisht shumë shëndetshëm. Unë si dietologe natyrisht i dhash një super okej për atë ushqim që ajo konsumonte. Kur ne kemi bërë teste intolerancës ushqimore, vajza ishte e toksikuar në mënyrë të tmerrshme nga ananasi, i cili është një ushqim shumë i mirë, le të themi, ne këshillojmë vazhdimisht për të pasur një bark të sheshtë, pasi përmban bromelinën, që është shumë e fuqishme për shkrirjen e dhjamrave, kivi, i cili është një diuretik shumë i mirë, ndihmon mjaft mirë në jashtëqitje. Farat që ajo përdorte ishin shumë të mira dhe të shëndetshme, avokado e acidet yndyrore omega-3 shumë të shëndetshme, por gjithashtu edhe veza, një produkt shumë i mirë. Të gjitha këto, ajo ishte pothuajse e elmuar nga këto produkte. Në momentin që ka ndaluar së konsumuari, atë le themi smoothien e famshëm që konsumonte në mëngjes me kivi dhe ananas dhe heqja dorë nga avokadoja, nga veza, e bën që të kthehej në formën ideale, edhe pse ajo bënte një aktivitet fizik shumë të fuqishëm, nuk arrinte të gjente ekuilibrin në organizmin e saj. Shumë prej dëgjuesve, por edhe komentuesve në rrjetet sociale për sa i përket këtyre tematikave, i kam ndjerë her pas here të irrituar kur dëgjojnë informacione hiq këtë hiq atë, thon po çfarë do ham neve. Në rastin konkret, hoqi avokadon, hoqi dhe shumë element tjerë të shëndetshëm, po çfarë mund për shembull në këtë rast, me çfarë i zëvendësoj? E thashtë më përpara, zëvendësues ka sa të duash. Për shembull, nëse ne kemi probleme me marrjen e proteinave nga mishi, ne mund të marrim proteina nga bishtajoret, ose kundërta. Nëse ne nuk mund të konsumojmë fasulen, bizelen, bishtajat, mashurkat, që janë bishtajore, ku marrim proteinë me origjinë bimore, ne mund të marrim mishrat. Pra ne duhet të shikojmë cila është, ose në rastin e konsumimit të bylmetrave, pra nëse ne konsumojmë bylmet me origjinë shtazore, pra qumshtin e lopës, të deles, ne mund të konsumojmë ndoshta qumshtin e dhis. Qumshti i dhis ka shumë pak laktozë. Nëse ne nuk kemi problem me enzimën, me kazeinën, atëherë dhe nuk kemi problem dhe kemi probleme ndoshta me laktozën, atëherë në vend të mund të marrim qumshtin e dhis, i cili ka shumë pak laktozë dhe është shumë i mirë edhe për fëmijët e vegjël, por natyrisht edhe për të rriturit të cilët kanë intolerancë ndaj laktozës. Në të kundërt, nëse ne nuk e përballojmë dot as konsumimin e qumshtit të dhis, ne mund të konsumojmë një qumësht bimor. Qumshti i sojës, qumshti i bajames, i cili ne shumë shpesh dëgjojmë që po mirë, unë kam konsumuar qumsh bajame, kam bler qumsh bajame në supermarket, edhe e kam konsumuar dhe kam pas të njëjtën ndjesi, sepse ai nuk është qumësht i mirëfillt bajame. Mund të kesh intolerancë ushqimore jo vetëm nga një produkt, pra nuk është e thënë që ti mund të kesh vetëm nga qumshti me origjinë shtazor, mund të kesh edhe nga qumshti nga sheqeri. Dhe natyrisht që një qumësh bajame të qëndroj për vite të tëra ndoshta në raftet e supermarketeve tona, i hidhet sheqer, i hidhen konservant, i hidhen aromatizues, pra nuk është ai qumshti bimor që ne pretendojmë. Pra nëse ne pretendojmë të marrim qumësht bajame dhe ai qumësht nuk është ai qumshti real që ne duhet konsumojmë. Mjafton të marrim një grusht bajame, e lëmë në një gotë me ujë gjithë natën, në mëngjes, në mikser, e kullojmë dhe ai është qumshti më natyral, pa sheqer, pa shtesa dhe kemi marrë vlera ushqyese. Pyetja e fundit për këtë hapësirë ka lidhje me largimin e këtyre alergjive dhe të intolerancave. A ka një moment që mund të kemi realizuar largimin e tyre, largimin e intolerancës dhe të alergjive, pra mund të kemi qëndruar një kohë të gjatë pa i konsumuar, trupi të jetë kthyer në formë të mirë, mund të riskojmë ta provojmë, apo nëse ke pasur një produkt intolerancë për një periudhë dhe ke gjithë jetën pastaj? Eksperienca ime personale është, unë kur kam qenë shumë e vogël, shumë e vogël, mamaja ime më jepte atë të verdhën e vezës të famshme për të ushqyer dhe për të qenë e fuqishme dhe pas disa vitesh, le të themi në moshën 7-8 vjeçare, sa po fillova të konsumoja vezën, kisha shfaqje të menjëhershme, shenja të menjëhershme të dukshme në formën e një pulle xhakete, le të themi, ose si pickimi i mushkonjave, po bëshe e menjëhershme.
Natyrisht kjo ishte momenti i alergjisë ushqimore. Çfarë kishte ndodhur në organizmin tim? Në organizmin tim, duke marrë vezë çdo ditë sistematikisht nga mamaja ime e cila donte të më ushqente dhe të më kishte shumë të shëndetshme dhe faktikisht e falenderoj sepse deri në këtë moshë nuk kam konsumuar asnjëherë asnjë paracetamol. Dhe le të themi që ndoshta konsumimi i tepërt i vezës në atë periudhë më kishte bërë që sistemi imunitar të mos të pranonte më vezën, por ta shikonte si diçka të huaj dhe menjëherë reagonte. Në fakt, studimet tregojnë që nëse ti je alergjik ndaj një ushqimi, është e vështirë, le të themi, perceptimi, sepse ti duhet ta mbash veten në kontroll gjithmonë për këtë produkt. Por të them të drejtën, unë sot në këtë moshë e konsumoj vezën, por kur bëj testet e intolerancës ushqimore, e shikoj që nuk është, le të themi, nuk jam intolerante, por e kam në kufit maksimal. Kështu që duhet kesh gjithjetër kujdes. Por unë kam pasur shumë kujdes në rastin e alergjive, kam pasur shumë kujdes. Domethënë e kam shmangur si produkt për vitet e tëra, derisa në këtë moment e kam filluar të toleroj. Falenderoj shumë Anila. Uroj që të kemi ndihmuar gjithashtu edhe të gjithë ata që po na ndjekin. Gjithsesi unë sugjeroj nëse keni pyetje më shumë ose doni një konsult personale të kontaktoni me Anilën. E ndërkohë unë po ftoj edhe Ivën në studio të na bashkohet, që nëse ka ajo ndonjë pyetje, Iva, vajza ju përshëndet. Mirë se erdhe, ke ndonjë pyetje për Anilën? Jo, po ju dëgjoja me shumë vëmendje edhe i ezaurua të gjitha pyetjet, po për Anilën kishin shumë pyetje të gjitha ata që na shkruanin në Instagramin ton, në EJA.net, teksta po ju dëgjonin edhe po ju shihnin gjithashtu në ekranin në RTS 1 HD. Qindra pyetje Anila, por sigurisht nuk është momenti, sepse është ezauruar tani më edhe minutazhi, por sigurisht do të t'i nisë edhe mbase një ditë mund të kemi dhe një bisedë interaktive me të gjithë teleshikuesit, ndoshta në një javë mund të bëjmë edhe diçka, ndoshta të përziedim disa pyetje edhe pse jo t'i kthejmë përgjigje atyre që janë. Besoj që edhe ty të pyesin shpesh apo jo? Çdo ditë. Mirë, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit Antoneta. Ne do të kalojmë në një tjetër moment. Ju ftoj që të ndiqni sigletën për t'ju njohur se momenti ju kujt është tani. Cilës?